Ja pse nuk duhet të konsumoni mandarina ose portokall para gjumit. Portokalli dhe mandarinat janë shumë të shëndetshme për shkak të vlerave të tyre ushqyese, por rekomandohet që para gjumit asnjëherë të mos i konsumoni. Nëse ju i hani para se të flini, gjumi mund të çekulibrohet dhe t'ju lërë një në një natë me sy në tavan, duke duruar dhimbjet e stomakut. Ajo sugjeron që në vend të tyre mund të konsumoni rrush, moll, kivi ose edhe fruta të tjera për të fjetur më rehat. Ekspertët këshillojnë që mandarinat ose portokalli, gjithashtu dhe grapefruit, nuk duhet të konsumohet në mbrëmje për të mos shkaktuar efekte anësore të organizmit. Paci mund të nxjisë edhe tretjen dhe të shkaktojë gjithashtu probleme me stomakun. Mandarinat të konsumuara gjatë ditës janë një mënyrë e shkëlqyer për të përmirësuar shëndetin, gjithashtu edhe për të forcuar imunitetin që është shumë i rëndësishëm në këtë kohë të vitit.